Platformë elektronike për taksimin e dyfisht. Për të plotësuar online formularin e aplikimit për taksimin e dyfisht, ndiqni hapat e mëposhtëm. Logohuni në sistemin elektronik tatimor e-tax. Zgjidhni çështjet e mia te rubrika e-filing im për të krijuar një çështje të re. Përcaktoni llojin e çështjes njoftimi i administratës tatimore për zbatimin e marrëveshjes për shmangjen e taksimit të dyfisht. Përcaktoni llojin e të ardhurës për të cilën po kryeni njoftimin e zbatimit të marrëveshjes për shmangjen e taksimit të dyfisht. Për të përfituar nga shmangja e taksimit të dyfisht, tatim-paguesi duhet të zgjedhë të plotësojë 1 nga 8 formularet elektronik, sipas llojit të ardhurës. Për lehtësi orientimi dhe veprimi në të djathtë e ekranit për çdo formular do të gjeni udhëzuesin e përdoruesit specifik, i cili ju ndihmon ta plotësoni saktë. Kujdes! Rubrikat e shënuara me asteriks janë të detyrueshme për të plotësuar. Dorëzimi i formularit bëhet vetëm pasi të keni plotësuar të gjitha rubrikat e detyrueshme. Ju do të keni mundësi ta ruani formularin e plotësuar si draft me qëllim verifikimin dhe korrigjimin e informacionit në një moment të dytë përpara dorëzimit final. Për të dërguar elektronikisht formularin e plotësuar, klikoni Dorëzo. Tatim-paguesi do të njoftohet online nëpërmjet sistemit për çdo fazë gjatë shqyrtimit të dokumentacionit nga struktura përgjegjëse në administratën tatimore. Në rastet kur informacioni i vetë deklaruar nga tatim-paguesi nuk është i plotë apo është i pasaktë, tatim-paguesi rezident në Shqipëri do të njoftohet për plotësim apo saktësim të dokumentacionit të munguar. Plotësimi dhe saktësimi i informacionit duhet të bëhet brenda 60 ditëve kalendarike nga momenti kur është kërkuar me njoftim nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Nëse plotësimi i kërkuar nuk bëhet brenda 60 ditëve, çështja në sistem do të konsiderohet e mbyllur. Për rrjedhoj, tatim-paguesi do të duhet ta bëjë aplikimin nga e para. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve do të njoftojë tatim-paguesin dhe Drejtorinë Rajonale Tatimore përkatëse nëse aplikimi është pranuar ose jo.